Shqipëria ka bërë përparim? Apo është kapur nga krimi? Pyetje që bëshman t'i bërje. Prej vitesh, zyrtarë të Bashkimit Evropian përsërisin të njëjtën formulë. Shqipëria ka bërë disa përparime. Por realiteti në teren tregon një pamje tjetër, më të errët, më të rrezikshme dhe më të vështirë për të mohuar. Një shtet i kapur nga krimi i organizuar, mafia, korrupsioni politik dhe një parlament që bllokon drejtësinë, ndërsa SPAK përpiqet të veprojë në presion konstant. Pyetja e madhe është, pse bë nuk ndërhyn realisht? Se nuk i tërheq veshin kryeministrit? Narrativa e Brukselit vs realiteti shqiptar. Në raporte flitet për reforma, kapitulli rrugë evropiane. Në Shqipëri flitet për arrestimet e një pasnjëshme të zyrtarëve të lartë, për dosje që zvariten, për pasuritë e dyshuara që nuk konfiskohen, për tendera të kontestuar dhe për një klasë politike që i reziston llogaridhënies. Ky kontrast nuk është thjesht interpretim politik, është hendek mes fjalëve dhe fakteve. Krimi i organizuar dhe politika, një bashkëjetesë e rrezikshme. Akuzat për ndërthurjet e krimit me politikën nuk janë thashethe me kafenesh. Ato dalin në hetime në përgjime në dosje gjyqësore. Kur pjesë të administratës bien në hetim, nuk kemi raste individuale, kemi model. Dhe modeli kërkon përgjegjësi në maje, jo vetëm dëshkim poshtë. Parlamenti si mburojë. Në teori, parlamenti duhet të garantojë kontroll dhe balancë. Në praktik, ai shpesh shndërrohet në mburojë politike, vonesa procedurale, bllokime, retorik që relativizon skandalin. Kjo sill një pyetje të drejtë për Bena. Si mund të quhet përparim një vend ku ligjvënësi pengon ligjzbatuesin? SPAK në presion. SPAK shihet si shpresë, por edhe si institucion në ndrysni. Arrestimet e bujshme shiten si prova suksesi, por mungesa e konfiskimeve të shpejta dhe zvarritja e proceseve rrezikon ta kthejë suksesin në alibi politike. Po e di këtë. Pse hesht? Pse bë nuk ndërhyn? Disa hipoteza të pakëndshme. Stabilitet mbi standarde. Frika nga destabilizimi rajonal shpesh peshon më shumë se lufta reale kundër korrupsionit. Interesa gjeopolitike. Shqipëria shihet si aleate e qëndrueshme, edhe kur standardet rrëshqasin. Jodhja e zgjerimit, premtime pa afate, kritika pa dhëmbë. Pragmatizëm cinik, mjafton përparimin e letër. Nëse këto janë arsyet, atëherë po dërgon mesazhin e gabuar, se korrupsioni tolerohet përsa kohë ruhet qetësia. Pyetjet që kërkojnë përgjigje. Si mund të quhet përparim një vend me kaq shumë zyrtarë të lartë në hetim? Pse pasuritë e dyshuara nuk konfiskohen me ritëm proporcional me akuzat? Pse përgjegjësia politike mungon, ndërsa penalia zvarritet? Çfarë standardi po aplikon për Shqipërinë, atë të ligjit apo të oportunitetit? Front page, thirrje për standarde, jo komplimente. Shqipëria nuk ka nevojë për duartrokitje diplomatike. Ka nevojë për standarde të qarta, presion real dhe kushte të matshme. Nëse vazhdon të flasë për pikat arritura pa adresuar kapjen e shtetit, atëherë nuk po ndihmon integrimin, po e shtyn krizën. Sepse Evropa nuk ndërtohet me raporte optimiste, por me shtete që funksionojnë. Dhe sot, pyetja nuk është nëse Shqipëria po ecën përpara, por kush e mban peng, dhe pse Brukseli po bën si që nuk e sheh.